që i marrëm rroga që po thojnë tani në për intervista pini do e teproj shumë, po rrogat mesatare që janë Zvicër i dim. Është rroga minimale janë pi 4.000, rroga mesatare tham dikun 5.000 është. Edhe këtu nëse jetë të punu do të jetu, dush me kursy për me të jetë diçka, nëse do me bëni jetë normale. Unë kisha thënë që mos me marr. Sa më të marr? Po është Gërbeti i Iran. Gërbeti është Iran, unë vetë kum shku me 19 vjet kum dal Gërbet. Trive ju kisha thonë këtu me punu, me gjallnu këtu, ma mirë. Unë tash më kum shku, unë s'm po kthejna më. Mirë. Kajtë më vjen? Si në Kosovë, Po. Jetoj në Zvicër për moment. Vani më të mirë. Po. Ti në vend Zvicër je? Në Bernje. Në Bern. Po di që në Bern ka shumë shqiptar? Ka përgjithësi në Zvicër. Është e mbushur. Në këtë qytetet është po. Ndërkohë që sa vite je në Zvicër? 300.000 banor janë vetë shqiptar. Po. Që sa vite e ke marrë rrugën e Zvicrës? Në Zvicër jam pi 2013-ës, që 12 vjet e kum kalu, a në Gërbet jam pi 2008-ës, që 17 vjet. Jam konë në vende të tjera, jam konë Sloveni, Gjermani, tani në Zvicër. Zvicër më duket edhe s'ke gjetë vetë, mas shumë ti, Ju martua aty tani me grua, familja. Pas ka marrë gruaja? Po. A ke gruë shqiptare? Po, shqiptare. A ndërkohë ç'është është jeta në Zvicër? Mirë është. Jeta është normal. Dush me punu, me jetu. A është që shëvenën anë që është këtë lula që na duket? Ja, këtë lula nuk o. Këtë lula që thojnë do, që shpinit do në për intervista në për sene, jo. Po dush me punu atje, me jetu një jetë normale, me familje. Unë di që thonë shumica ma shumë na merë se sa na e pare. Po, është e vërtet. është e vërtet ma shumë. Tash va qysh e këshyra, qysh e jeton jetën, amo ka shumë shpenzime. Dush me pagu shumë, po. është e vërtet se që i marrëm rroga që po thojnë tani në për intervista pini do e teproj shumë, po rrogat mesatare që janë Zvicër i dim, amo ka edhe shpenzime shumë. Po janë banesa, sigurimi, aja kjo më thash. Një rrogë mesatare sa për shembull Zvicër? Po mesataren, tash rroga minimale janë pi 4.000, rroga mesatare tham dikun 5.000 është. Amo kemë shpenzime ujore bagit moje. Sa fillon keni fillu me kursi pak më shumë ju? Diaspora. Patjetër, dush me kursi, nëse edhe këtu nëse jetë të punu do të jetu, dush me kursi për me të jetë diçka, nëse do me bëni jetë normale. Nëse nuk kursen, normal që s'ki as këtu as atje. Po ankohen po thonë spondimon për diasporës, po na qojnë që ka shumë herë, ç'është? Që ndodh. Varet tash i personave, dikush shumë më shumë, dikush më pak. Varet ato çysh i kanë tonë edhe atjeve. Ti prind ai këtu? Po. Ai ki vetë prind këtu? Jo, me vllavin jam. Vllavin e kam këtu. Sa shpesh vjen vizitu? Mundohen sa më shumë. Deri që tash ti komar ka 3 herë në vjet, që tash kohët e fundit tash fëmijë në shkollë janë pak. Mi kanë shkurtu pak pushimet, po 2 herë në vjet minimumi. Verës dimnit pa ardhë është e pamundshme. Apo ju respektojnë qysh e meritoni ju? Unë për vetë jam i kënaqur. Rrafë jam, familja, shoqënia, jam i kënaqur me këta, për tjerët. Çka kam në respektu? Na qini kafe me net, llaf me abet. Apo shumë e thënë ju kur jeni në Kosovë, a ju thrasin këta këtu? I thrasëm. Kanë që kjo është argumentar më shumë pse? Se ju i bazë zamërgjon. S'kan vakt këta. A bre do të shkojë. Jo. Ja, na thirrën shoqënia sanë, na thirrën edhe kështu, po. Herë thirrën, na thirrën mirë, sa manku, jo. A mëni të mirë keni që ju seksioni apo na thirrën? Veç që e bëni atë hapin e parë. Kryesoja me nejt bashk. Kryesoja për mua është kryesoja me nejt bashk, si me familje, si me shoqëni, si me krejt. Kryesoja me nejt, tani kush thirr tek thirr aty është problem i vogël. Çfarë të ka mësu rruga e Gurbetit ty? Këto vite sa je? Shumë. Gërbet, unë pi 2008 tash jam Gërbet, kum hek shumë, derisa jam stabilizuar, po tash është mirë. Krye familje, jam i kënaqur mirë. Je kompleton jetë? Po, faleminderit. A çka kishe thënë aty në të rive që do në marr rrugën e Gurbetit që nuk din çka është atje? Unë kisha thënë që mos më marr. Sa më marr? Po është Gërbeti i Iran. Gërbeti është Iran, unë vetë kum shku me 19 vjet kum dal Gërbet. Tash kum hek shumë në për Gërbet e sene, po është shumë Iran, trive ju kisha thonë këtu me punu, me gjallnu këtu, ma mirë. Unë tash më kum shku, unë s'm po kthejna mu. Edhe me dash, tash të fëmija në shkollë, sene,
është pak e vështirë. Tash kam e thonë njerëz pse më kanë mirë ti kthehesh këtu. Vet. E di, edhe më kanë thonë, ama ka njerëz që më ka thonë, jo më kanë që kthehesh kur u kanë këtu, tash kur ka shku në Gjermani, tash po të mirë e këtë pas. I ka rapi shmoni që ka shku, se e ka pa që sa që ashtu qysh ka menua. Po, si cili e ka drejtimin e vetë, si cili vendos për veti. Motori pushimet këndshme, kënaqur në Kosovë, shfrytëzova pushimin. Faleminderit. Uroj më të mirat. Faleminderit shumë. Edhe inshallah shihemi për të mira prapë. Inshallah, faleminderit. Hajde shëndet e kthimi pushimet këndshme. Faleminderit shumë. Kalosh mirë, shumë faleminderit.